ta qutet qafi në herë, Ramush Tahiri ka emëruar Agim Mehmetin, një oficer aktiv që kishte qenë në ushtrinë jugoslave, që ishte i ngarkuar për organizimet me të gjithë oficerat që i kishën braktis ushtrinë jugoslave për t'i mbajtur në kontakt dhe në organizim. Dhe ne kontaktet e kemi mbajtur me Agim Mehmetin dhe Zeqir Lekën. Agim Mehmeti nuk jeton në Gjies pas, ka qenë njeri shumë i mirë. Kemi patur kontakte me Ahmet Krasniqin, ka qenë njeri i mirë. Unë Ahmet Krasniqin e kam taku gjatë luftës në Kroaci. Akoma ishte pambaruar lufta në Kroaci, zhvilloheshin në periferi Zagrebit luftime. Ahmet Krasniqin e kishte arrestuar Kosi e ushtrisë, shërbimi sekretiv i ushtrisë, e kishte ndamtuar shumë keq. Ishte goxha i shkapërdirdhun, i shkova në shtëpi me kërkesë të Femilla Adrovcit. Mirë po, nuk ishte koncentrim të plot, sepse torturat jashtëzakonshme i shëmbër. Tani e kam takuar si shef të shtabit, si komandant, e kam takuar në Tiranë, por lidhjet i kemi mbajt me Agim Mehmetin, me Zeqir Lekën. Për e këtyre që ne kemi pas kontakte dhe kemi punu bashkë, është vetëm një gjallë Kamet Zeqir Leka, që ai mund të intervistohet për zhvillimet dhe kontaktet dhe punën që e kemi bërë bashkarisht. Tani kur thash që me Brahim Rugovën kontakti ka qenë me përkushtim që të kemi një lëvizje sa më të fortë, sa më të organizuar, për t'i bërë ballë të tërë ushtrisë së Serbisë. Duhet ta them me shumë përkushtim. Nuk ka patur farkime, divergjenca në mes të lëvizjes legale dhe asaj të fshehtës. Flas në nivele të larta ku janë bërë politikat, politikë bërja ku është bë, por sigurisht ka pas përplasje, ka patur ndasi, por në organe drejtuese, në përcaktimet, asesi nuk është motivu apo inkuraju lëvizja popullore e Kosovës që të jetë në front e përplasje me partitë legale. Dhe këtë po e konfirmoj me fillimin e luftës në Maqedoni, kur thashe, unë nuk kam pas lidhje direkte me Brahim Rugovën. Mirë po, në lidhjen demokratike të Kosovës kam njohur Skënder Zogën. Skënder Zoga ishte në udhëheqjet lidhjes demokratike të Kosovës. Edhe e kam thirrë. Para se fillon lufta frontale në Maqedoni, po kishte ca krisma sporadike. Dhe i them, Skënder Zogaj, lutem, shko njoftoje presidentin Rugova. Që këto krisma që ndëgjohen, është ushtria shërbimtare, kombëtare që së shpejti do dalë në sipërfaqe. Dhe
Skenderi o shqu në kam. A ti e mas kësaj, mas ty në krismave? Thash po, unë jam. Tha që të qafi në herë, se ke mendu që janë në palë rrugaqë, këshu, që të qafi. Dhe ka shkuar të presidenti Rugova. Dhe ka njoftuar në detaje. Ai ka thënë, qoj porosi Ali Ahmetit. Të gjitha i kanë dispozicion. Për shkaj nevojitit ati, me spitale, me depo. Zoti t'i nimoj. Mas 2 ditësh ka dalë, është deklarat publike, ku i drejtohet udhëheqjes Maqedonisë atëhershme. Mos luani me zjarë se do digjeni, ulluni, negocioni dhe bisedoni me shqiptarët në Maqedoni. 2 ditë mas është.